Për ditës kur kemi hapë tendën, për datës 23, interesimi ka qenë i madh qytetarëve për të nënshkruar. Ata janë informuar dhe më pas edhe kanë nënshkruar nismën. Kemi qëndruar në Prizren 2 ditë, në Gjakov 2 ditë, në Prishtinë është dita e 4 që këtu qëndrojmë, do të jemi nesër në Pej dhe të ejten në Gjilan. Të mërkurën në Pej dhe të ejten në Gjilan, në sheshët kryesore të këtyre qyteteve, për numri i nënshkrimeve ka rritur në 3 shifror dhe ne jemi shumë të kënaqur për këtë pjesë. Jemi duke marrë mbështetje edhe të organizatave të tjera të shoqërisë civile në nivel lokal, të mediave në nivel lokal, të deputetëve dhe të përfaqësuesve të partive politike në nivel lokal. Dini që kryetari i komunës zoti Tota i ka nënshkruar, kryetari i komunës së Gjakovës dhe kryetari i Aleancës për Rrëmërinë e Kosovës e kanë nënshkruar një peticion të tillë. Zyrtarët të partive politike të tjera në Prishtinë sot e kanë nënshkruar në kohën kur ne po e bëjmë edhe këtë prononcim. Në ndërkohë presim që edhe aktorët e tjerë të bashkohen. Gjatë ditëve në vazhdim, ne do të takojmë edhe sindikatat, grupet e tjera sociale, shoqatat e veteranëve të luftës dhe odat ekonomike e prodhuesit vendor e organizatat e tjera tregtare në mënyrë që kjo nismë të jetë më gjithëpërfshirëse edhe më fuqishme.